Në Mitrovicën e Veriut këtë mëngjes u heq tabele qirilike e dua Kosovska Mitrovicën, e cila ndodhej në rrugën e Kralj Petrit të parë që instalua në gusht e vitit 2020 si pjesë e ndërtimit edhe rretullimit gjatë ditës. Në bazën e tabeles së vjetër u vendos një bishkrim i ri, por në latinisht përveç emrit Mitrovica, tabela re ka një zemër të gjelbërt, si dhe stemën e re të Mitrovicës së Veriut. Milan Radojević, kandidati i listës serbe për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, dhe se ky është një tjetër provokim nga regjimi i Kurtit dhe kryetarit në largim të komunës së Krem Atiq. Ai u bëri thirrje qytetarëve që me 12 tetor të kthejnë Mitrovicën e Veriut në duart e duhura. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković vlerësoi se ndalimi i simboleve serbe është fetyra e Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, të cilët tani shqetësohen nga mbishkrimi qirilik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mori pjesë në samitin e 7 të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen, ku njoftoi se Serbia ka konfirmuar angazhimin e saj për dialog, paqe dhe stabilitet. Unë besoj se ky samit do të sjellë një dinamik të re të bashkëpunimit rajonal dhe se do të vendosë edhe më fort vendin e Serbisë në rrjetin e nismave europiane që sjellin përfitime të prekshme për qytetarët tanë, shkroi Vučić në Instagram. Presidenti i Serbisë pati gjithashtu një sër takimesh të rëndësishme dypalshe, ndër të tjera me kancelarin Gjerman Merz dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë. Në samit mori pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila deklaroi para takimit se ekziston një kërcënim i vazhdueshëm nga Rusia në kontinentin evropian, si edhe siç tha ajo, proksi i saj Serbia. Serbia e trajton fshitë e saj si shtete të përkohshme, i kopjon këtë nga Rusia, pohon Vjosa Osmani dhe deklaroi se Rusia padyshim e mbështet Serbinë dhe se në të dy vendet, siç thot ajo, kanë përdorur një koncept të përshekuj me radhë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti refuzoi të komentojë vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese në lidhje me konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Gjykata kushtetuese njoftoi 2 ditë më parë se seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës nuk ka përfunduar dhe Kurti tha shkurt se duhet të presin vendimin e plotë. Gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi që seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës nuk ishte përfunduar dhe urdhëroi që Kuvendi të zgjedhë një kryetar brenda 12 ditëve nga radhët e anëtarëve të komunitetit serb në mënyrë e përcaktuar me kushtetutë. Profesori Edward Joseph nga Universiteti John Hopkins deklaroi se Kosova është në një situatë të keqe kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shprehu shpresën se turneu amerikan i Vjosa Osmani dhe Albin Kurtit kishte për qëllim përmirësimin e këtyre marrëdhënieve pas pezullimit të dialogut strategjik. Drejtori i programit të organizatës Rruga 3 të re, Dimitri Emilić, vlerësoi se takimi i zyrtarëve të Kosovës në Amerikë ishte informale dhe se Vjosa Osmani veproi e pavarur nga politika Albin Kurtit atje. Drejtoresha e Qendrës për Politikë të Jashtme Aleksandra Joksimović thotë se Albin Kurti është një faktor përqarës për administratën amerikane dhe se shkuarja e tij në Amerikë duhet të ishte interpretuar si një përpjekje për të paraqitur personalisht pikpamjet e tij. Politikologu Albinot Maloko thotë se deklaratat dhe shpjegimet e Albin Kurtit gjatë turneut amerikan ishin tragjikomike dhe se vizita ishte në përputhje me pozicionin e tij të deputetit. Profesori Necmettin Spahiu beson se marrëdhëniet e dëmtuara të Albin Kurtit me Amerikën nuk do të përkeqësojnë marrëdhëniet e atij vendit me Kosovën, sepse Kosova është fëmijë i perëndimit dhe nuk do të largohet nga orbita amerikane. Gjykimi i udhëheqësve të UÇK-s vazhdoi edhe sot para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag me seancën e mëtejshme dëgjimore të James Kovit, ish zëvendëskryetarit të administratës së UNMIK-ut Bernard Kouchner,
Kovi deklaroi ndër të tjera se Ibrahim Rugova kishte frikë të kthehej në Kosovë pas përfundimit të luftës në vitin 1999 dhe se Kushneri bëri një përpjekje të madhe për ta bindur atë që të kthehej. Kvori nuk mund t'i siguronte mbrojtje, por ai mund t'i siguronte zonën ku do të ishte dhe kështu Rugova pranoi të kthehej në Kosovë, tha Kovi. Moti të premten në verit e Vojvodinës do të jetë pa reshje, ndërsa në pjesët tjera të Serbisë do të ketë reshje të dendura dhe në malet pritet të ketë reshje bore në disa pjesë të ulët të jugut të Serbisë. Do të fryerë fort veri lindore dhe në male pritet stuhi bore. Temperaturat e mëngjesit do të sillen nga -1 deri në 8, kurse temperaturat maksimale ditore do të jenë nga 3 deri në 13 gradë Celsius.